Në pediatrinë e Elbasanit, numri fëmijëve të paraqitur në urgjencë për shkak të virozave stinore vijon të mbetet i lartë. Sipas mjekes pediatre Irena Palloshi, në pediatrinë e Elbasanit çdo ditë paraqiten rreth 100 fëmijë, teksa të shtruar janë 30. Fundjava sjell në numër më të madh të pacientëve të vegjël që kanë nevojë për mjekun. Kryesisht, fëmijët paraqiten me temperaturë të lartë dhe simptomat janë të ndryshme, duke nisur nga një kollë thatë, këputje, anoreksi, të vjella e të tjerë. Në janar shkurt kishim një bum paraqitjesh dhe bum shtrimesh. Kishim mbi 100 fëmijë të paraqitur dhe 60 fëmijë të shtruar në pavionet tona. Aktualisht, sot kemi 38 fëmijë, numri paraqitjeve vazhdon të ngelet i lartë, 90, gjatë fundjavave dhe 100. Kryesisht vinë fëmijë me temperatura shumë të larta, me temperatura rebele, që ulen me zor nga antipiretikët, me thënë drejtën, dhe kjo është shqetësimi që i sill prindit me urgjencë në spital. Fëmijët mëdhenj me pneumoni masive dhe fëmijët e vegjël me bronkiolite dhe me astma. Tashmë në stinën e pranverës me nisjen e qeleve të luleve janë prezente dhe virozat pulmonare, teksa alergjitë, sipas mjekes Palloshi, nuk vijnë vetëm nga qelja e luleve, por dhe nga ushqimi dhe lagështia, duke këshilluar prindit që të jenë të kujdesshëm. Alergjinë e kemi gjithmonë, sepse s'janë vetëm nga lulet, alergjitë janë dhe nga ushqimet, janë dhe nga ajri, nga lagështia, nga shumë arsye të tjera, por tani është bumi sepse fillojnë çelen lulet, polenet e gjithë këto dhe fëmijët që janë alergjik, prindrit janë të kujdesshëm, duke ndjekur terapinë që ka dhënë mjeku i tyre pneumoalergolog. Disa tjera janë të kujdesshëm me ushqimet edhe me gjithë gjërat e tjera, pra duke largu nga alergjeni që këto fëmijë kanë alergji. Për të ulur numrin e rasteve të shumta në pediatrinë e Elbasanit, mjekët këshillojnë prindrit që nëse vëren tek fëmia shenja si këputje, lodhje, marrje të frymës të paraqiten menjëherë tek mjeku i familjes, pasi virozat jo gjithmonë nisin me temperaturë të lartë, teksa prindrit të përdorin për fëmijët e tyre sa më shumë lëngje.